O ndrysho, o vazhdo të jetosh të njëjtën ditë përjetësisht, një thirrje për shqiptarët që duan të zgjohen. O ndrysho, o do të jetosh të njëjtën ditë përjetësisht. Kjo thënie e fuqishme është më shumë se një këshill motivuese, është një pasqyrë e hidhur e realitetit shqiptar. Sa herë e ke ndjerë që dita jote është një kopje e lodhur e asaj të djeshmes? Ngrihesh në mëngjes, përballesh me të njëjtin stres, të njëjtën padrejtësi, të njëjtin sistem të kalbur. Në vend që të jetosh, thjesht mbijeton. Në vend që të shpresosh, thjesht duron. Dhe për sa kohë që nuk ndryshon, dita jote nuk do të ndryshojë. Një Shqipëri që rri në vend numero. Populli shqiptar ka kaluar shumë, diktaturë, tranzicion, emigrim masiv, varfëri dhe një politikë që përsëritet si një makt pa zgjim. Na udhëheqin të njëjtët njerëz, na gënjejnë me të njëjtat premtime, na zhbëjnë me të njëjtat skema. Dhe çfarë bëjmë ne? E kalojmë ditën, presim zgjedhjet, shpresojmë për ndonjë ndryshim që nuk vjen kurrë. Sepse ndryshimi i vërtet nuk është ai që vjen nga jashtë, është ai që nis nga brenda. Po ti, kur do të ndryshosh? Kjo thënie të sfidon. O ndrysho, o do të jetosh të njëjtën ditë përjetësisht. Nëse nuk ndryshon mënyrën si mendon, si vepron, si reagojnë ndaj padrejtësisë, do vazhdosh të jetosh në të njëjtin vend, me të njëjtët halle, të njëjtët mashtrues, të njëjtën varfëri shpirtërore. Nëse nuk ndryshon mënyrën si voton, do të kthehen gjithmonë të njëjtët fytyra. Nëse nuk ndryshon mënyrën si edukon fëmijët e tu, do të rriten në të njëjtin pesimizëm. Nëse nuk ndryshon mënyrën si reagon ndaj padrejtësisë, do të trajtojnë gjithmonë si sklever. Çdo shqiptar ka një zgjedhje. Të gjithë kemi mundësinë të bëhemi më shumë se sa thjesht viktima të ditës së dieshme. Të gjithë kemi potencialin të ndalim ciklin e përsëritjes. Por duhet guxim. Duhet vullnet për të thënë, jo më. Kjo ditë nuk do të përsëritet nesër. Apeli përfundimtar, koha për të ndryshuar është tani. Mos u mjafto me fjalët. Mos e shty ndryshimin për javën tjetër ose pas zgjedhjeve. Sepse çdo ditë që nuk ndryshon, është një ditë që po të vjedh jetën. Ndrysho mënyrën si mendon, si vepron, si jeton. Zgjohu. Ngrihu. Reago. Sepse nëse jo tani, atëherë përgatitu ta jetosh të njëjtën ditë përjetësisht.